Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi me video në radhës në kanalin ton Rrëfi me Jete. Sonte në këtë minutazh të kushtuar komplet jush, do të ndaj një letër. Ndryshe nga rrëfimet e tjera, ky rrëfim nuk do të jetë telefonik, por është një letër që unë do ta lexoj për ju, një letër që në redaksin time më ka mbërritur nga një vajzë. Në fakt, pse përzjodha që ta lexoj? Përzjodha sepse historia që do të dëgjoni është një histori falënderimi, me shumë vuajtje, me shumë sakrifica, me shumë plagë në shpirt, por në fund me një falënderim dhe me një rrugtim të ri në jetë. Këtë shkrim ma ka shkruar një vajzë nga Shqipëria, e cila do t'i thotë disa fjalë hallës së saj. Halla që e rriti pas tragjedisë që i ndodhi kësaj familje. Ishte nata 14 korik. Nata kur familjes tonë i ra përgjithmonë perdja e zezë. Përshëndetje. Unë që po shkruaj këtë histori, jam një vajzë e re. Por një vajzë me shumë botë, një vajzë me shumë ëndra, edhe një vajzë me shumë shpirt. Jeta ime fillimisht ka qenë shumë e bukur, deri në moshën 5 vjeç, deri në muajin korik, pikërisht në atë muaj kur dielli hoqi dritën nga dritaret e shtëpisë tonë. Ishim në një dasëm, festonim edhe gëzonim. Por në kthim për në shtëpi, babait i iku drejtimi makinës edhe përfunduam në humner. Ku fatkeqësisht nga ajo humner qëlloi që vetëm unë të isha i gjallë, sepse Zoti deshi ashtu, ndërsa mami dhe babi të ndronin jetë pikërisht në atë moment. Të më thoni që a mbaj mend nga ajo ngjarje, me patjetër që nuk mbaj mend. Këtë që e thash deri tani e kam të treguar. Dhe më pas më kanë treguar edhe që mua më kanë dërguar në spital. Dhe mjekët kanë treguar për gjendjen time aktuale, që unë nuk kisha as edhe një gërvishtje. Ndërsa fotografitë ekzistojnë sot edhe kësaj dite në shtëpinë tonë. Baba ishte djali vetëm. Kishte edhe një motër, por motra e tij ishte e martuar. Një vit para se babi të ndronte jetë, kishte ndruar jetë gjyshi. Dhe 6 muaj pas vdekjes së gjyshit, kishte ndruar jetë edhe gjyshja. Dhe pikërisht, pas 5 muajsh, ndron jetë i madh dhe nëna ime. Unë ato kohë kam mbetur e vetme. Dhe pyetja më e madhe ka qenë se kush do të kujdeseshte për mua. Po kot nuk thonë. Të kesh një hall ke dritën e shtëpisë. Halla me zemrën plot edhe me duar të lëshuar, duke patur 4 fëmijët e saj, ka vendosur që të më bënte mua fëmijën e 5. Klasën e parë e kam nisur nga shtëpia e hallës. Shkoja në shkollë duke i thëritur emrin mami. Më dhuronte dashuri të jashtëzakonshme. Fëmijët e saj më donin më shumë se çdo gjë. Dhe unë isha lezeti i shtëpisë.
isha e vogla e shtëpisë. Halla çdo gjë që bënte, e bënte më shumë për mua. Mbaj mend që po ritesha dhe po dilnin fundjavave. Dhe vëllezërit dhe motrat, si e cili blente nga një dhuratë, vetëm e vetëm të më gëzonin mua. Dhe unë u rita me shumë dashuri, deri në moshën 18 vjeç. Në fakt, gjithmonë e kam pyetur nënën time, pse unë nuk kisha një gjysh? Pse unë nuk kisha një gjyshe? Nëna ime më thonte që të gjithë kanë vdekur, dhe shtëpia e saj ishte vetëm shtëpia e burrit. Por kur unë vajta 18 vjeç, edhe pse në atë kohë nga njerëzit në qytet kisha dëgjuar pak e shumë për historinë time, nëna ime, në këtë rast Halla, vendosi që të ma tregonte të vërtetën. Ajo më tregoi të gjithë historinë dhe më dërgoi tek shtëpia që ajo e kishte ruajtur në fshehtësi dhe ishte kujdesur për të me shumë nostalgji. Dhe më tha që kjo është shtëpia jote. Ti këtu ke lindur. Për mua ishte një tronditje. Nuk mundesha që ta besoj. Kam takuar për herë të parë varin e babit edhe të mamit. Lotët më rodhën, dhe aty zemra më shtrëngoi fort. Sikur mami më përqafoi dhe më tha, unë jam këtu për ty. U ktheva në shtëpi me shpirtin e thyer, por me zemër të lënduar. Ditët kaluan, unë vazhdova të ritem dhe u dashurova. U dashurova në një djalë i cili që në momentin e parë e kishte për detyrën të më respekton, sepse unë isha lezeti i shtëpisë dhe lezeti i shtëpisë duhet të mbetem dhe atje. Tani, pikërisht në muajin korrik, në atë muaj që na kaploi dita e zezë, unë e kam dasmë. Këtë vit të martohem. Dhe pse në shtëpinë e burrit tim ditët janë të gjata, në shtëpinë e babit tim ditët janë të shkurtra. Nëse për burrin tim muajt nuk kalojnë, për babin tim muajt ikin shumë shpejt. Edhe unë dua t'ju them vetëm një gjë. Faleminderit babi, faleminderit mami, që më rritët, më edukuat, më dha dashuri dhe më bët që unë kur të mos ta ndjeja që nuk isha fëmia juaj.